Ju thoni, avokat, ju thoni reforma, por realisht institucionet shtetërore duhet mbanin përgjegjësi për këtë reformë, apo individi i cili ka qenë me sigurinë dhe nuk e ka kontrolluar, le të themi, në mënyrën e duhur, të hyhet me një armë të zjarrit në një detektor. Mos u kap nga momenti se si ka hyrë apo siguria e gjykatësit. Gjykatësi nuk ka vepruar për të dhënë vendim për shtëpinë e tij, për problemet e familjes, po ka vepruar në emër të një pushteti gjyqësor. Ne flasim në përsi që është vrarë sistemi i drejtësisë, është vrarë pushteti gjyqësor, dhe pushteti gjyqësor nuk e vrau ky autor, ose i shoqëruar nga Xhaxhai apo Nipi e tjera. Tu e vram të gjithë ne që eshtëm. Tu jemi fajtorë e gjithë shoqëria që është përpara kësaj reforme. Kemi qenë në vitin 2016, në 2025, që ne kemi 9 vite që kemi ngritur zërin, dhe kush nuk dëgjon që kjo reformë, me këto vendimarrje, me këto vonesa në zbardhjen e vendimit, me këto vonesa në caktimin e gjyqeve, nuk mundet të kishte rrugdalje tjetër përveç se këtë lloj fundi tragjik. Që askush ka ne nuk e dëshiron ardhjen e kësaj pasoje, por që në vdekjen e këtij gjyqtari ka rënë këmbana që kjo reformë në drejtësi duhet një orë më parë të mlidhen ekspertët për të parë rrugdaljet, sepse në qoftë se ne vazhdojmë me këtë lloj motivimi të kësaj reforme në drejtësi, të duam 100 vite ta marrim vetëm. Nuk ka mundësi që në një çështje civile të ngritur në 2010 dhe vendimi të jepet në 2025. Pas 15 vitesh, ne themi që kjo drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Prandaj unë them që Asrit Kalan, mikun tim, kolegun tim, ishin baba, bashkëshort, gjyq, i mrekullueshëm. Nuk ka të bëjë individi cilësitë e tij, por ai është vrarë për shkak të cilësive dhe rrethanave cilësuese. Kur themi Neni 79, Neni 79 i kodit penal ka të bëjë me vrasjen në rrethana cilësuese, që do të thotë të gjithë personat të cilët përfshihen në atë kategori, deputet, ministra, kryeministër, president, gjyqtar, prokuror, për shkak të imunitetit që ata kanë, është e grupuar në një dispozit që përveç burgim përjeshëm nuk ka. Pra me autorin është zgjidhur kjo, ose me personat të cilët e kanë përkrahur, nxitur si bashkëpunëtor të tij. Në këtë rast do të jetë një dënimi maksimal për akuzat që ngrihen ndaj ai ka hedhur çështat në det. Nuk ka gjykim shkurtuar asnjë gjë për autorët dhe ata që kanë përgjegjësi. Nuk ka, është një çështje tepër e vështirë, tepër komplekse, edhe shumë shpejt e zgjidhshme. Por ajo që mua më vjen për të habitur të shikoj është mosveprimi i pushtetit ekzekutiv, sepse ne në kuadrin e reformës drejtësi synuam të bëjmë veçimin ndarjen e pushtetit gjyqësor nga pushteti ekzekutiv. Kjo është tërësisht politik, por nuk arritëm dot. Nuk mundet një pushtet ekzekutiv përfaqësuar nga një ministër e brendshme të bëj deklarime të papërgjegjshme. Nuk mund të thotë ministri e brendshme që policia e shtetit nuk ka përgjegjësi, si mos pas ka përgjegjësi. Pikërisht edhe unë për këtë ju pyeta në fillim. Përgjegjësinë ku duhet ta kërkojmë aktualisht? Tek instancat, tek policia private, te siguria apo te instancat shtetërore? E para një është politika reformë bërëse. Këta që nisën duke na konsideruar vend eksperimental këtë lloj reforme, po shatisën gjykatat, të fund do kishim një fund tragjik, sepse pryrja vetëm e dosje pa u gjykuar, pa dhënë vendime, do çonte në atëre palët çfarë do bëjnë? Do nxisin, do krijonin këtë lloj ngjarje të përmasave botërore. Nuk ka ndodhur asnjë vetëm botës kjo. Se vendimi nuk jepet në emër të Asrit Kalat, që është viktim. Vendimi jepet në emër të Republikës. Dhe kur jepet në Republikën do të thotë në emër të shtetit. Shteti këtu ka vdekur ose shteti është vrarë. Momenti që vritet shteti, atëherë fillon ngrihen flamujt të kuq. Ti ministër brendshme, hate këtu. Cila është gjendja? Jep dorëheqjen. Duhet të largohet njërin parë. Ti drejtori i përgjithshëm i policisë, duhet të largohet sa më parë. Situata çfarë duhet bëhet? Kuvendi i Shqipërisë, kjo mazhorancë që është aktualisht, duhet detyrimisht të mbledh ekspertët më të mirë për të parë ku është gabuar në reformën drejtësi,
si mund të dalim sa më shpejt. Nesër do të jetë bon. Nesër neve do fillojmë të mendojmë që sot kush e ka radhën. Kush e ka radhën. Sepse çdo ditë shqiptarët nuk shikojnë tavolinën e tyre, po shikojnë kronikën e zezë. Të shikosh kronikën e zezë, ta nis kryeministri me tritol, me emra gjyqtarësh, nuk ka kryeministër dhe president në botë që të zë emrin e gjyqtarit. Gjyqtari nuk përfaqësohet nga emri i tij si individ, po përfaqësohet nga pushteti që ai ka, nga vendimarrja që ai shpreh në emër të pushtetit gjyqësor. Dhe kjo skem e bërë nga kryeministri duke sharë në një anë emra gjyqtarësh, emra prokurorësh, i zbeshi, i uli figurën gjyqtarit, e mënjanoi pushtetin gjyqësor. Por pasojat e kësaj ngjarje, mirë personi që iku, mirë gjyqtari, mirë familja e tij, mirë fëmijët e tij dhe mirë nipi i tij. Që nesër do thotë u vra babai në krye të detyrës. Dhe ky shtet sot akoma nuk po thotë ky Asit Kalaja, ky gjyqtari guxishëm, që guxoi të jepte një vendim. Guxoi të jepte një vendim. Në emër të kujt e dha në emër të Republikës. A u vra për emër të pushtetit gjyqësor, që u godit sot, sepse pushteti gjyqësor dhe të gjithë ne jemi goditur, por nuk mbrojtëm dot fizikisht një gjyqtar që jep drejtësi në vendin ku të gjithë shpresojnë për të marrë të drejtë që i takon, ama imagjino ç'do ndodh me atë qytetarin që jeton në Konispol, apo qytetarin që jeton në Vërmosh. Tu të gjithë janë të stresuar, të friksuar, po të gjithë reshtin. Avokat, mendoni që ngjarja e deshme mund të stepi dhe mund të bëj një hap pas le të themi të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët kur japin vendimet? Mund të jenë ata të friksuar nga kjo ngjarje tragjike e deshme? Nuk mendoj që janë të friksuar nga kjo ngjarje, sepse gjyqtarët dhe prokurorët e kanë marrë parasysh në momentin që ata kanë filluar shkollën e magjistraturës, kanë marrë titullin magjistrat. Kjo është problemi nga kjo situatë. Nuk jemi në një tunel që ka një hyrje, ka një dalje. Ne jemi në pus. Pus, pra kemi rënë në pus dhe nuk po shikojmë dritën në jeshile. Tu lidhet çfarë do të bëj ky shtet në lidhje me pasojat që solli kjo reformë. Do të filloj të minimizoj uljen e gjykimeve, të dosjeve, a të shtoj numrin e gjyqtarëve, a do të heq ligjin për magjistraturën, që kemi shumë avokatë të ardhur nga vendet evropiane apo ndërkombëtare, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë mbaruar sistemin juridik, arsimimin juridik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ja rikthyen në Shqipëri, por i duhet shkollën e magjistraturës për të bërë gjyqtar dhe prokuror. Jo, nuk veprohet. Duhet që edhe nga radhët e avokatëve të delegohen, të komandohen, të merren çështje. Për avokat të sqarojmë diçka, të lutem. Në rastin që ju thoni që duhet bërë ndërhyrje për reformën drejtësi, të shtojnë avokatët patjetër sepse atje funksionon me më pak se gjysmën e gjyqtarëve, me sa jam në dieni apeli në Tiranë, duhen shtuar edhe godina, duhet shtuar siguria, por këto reforma a lidhen faktikisht me vendimin se edhe nëse ky vendim do të ishte dhënë 2 vite më parë, 5 vite më parë, në vitin e parë kur është bërë kjo padi, rezultati nëse do të ishte i njëjtë, a do të ndikonte? Se nuk besoj se kjo mbetet çështje kohe dhe zvarritjes së gjykatës. Jo, çështje kohe kjo. Kjo çështje kohe që palët bën një vetgjysi. Nëse çështja do ishte gjykuar në kohën e caktuar, vendimarrja do të ishte në kohën e caktuar, nuk do të kishim këtë pasojë. Sado vendimi mund të ishte në interes apo kundra autorit të kësaj masakre që ka ndodhur dje në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë. Pra, koha tregoi edhe një herë që këto çështje mund ta sillin këtë pasojë. Këto mosgjykime apo këto vendimarrje të banuar apo këto shpallje në vendim, se mund të ndodhë që vendimi shpallet dhe ti e merr në dorë mbas një viti kur të arsyetojë gjyqtarin. Ose kemi vendimarrje të cilët e bëjnë studentët e magjistraturës. Bëjnë 35 faqe, 80 faqe vendim dhe nuk del fakti, sepse ashtu janë mësuar aty në atë shkollë. Por mendoj që momenti i tanishëm, që është momenti i rënd, duhet të dalë sa më shpejt nga kjo gjendje, sepse do kemi shumë pasoja të rënda nesër. Nesër me këtë lloj eshtje që ne bëjmë, nuk sjellim tjetër gjë përveç se pasoja kriminale të rrezikshme
për rendin kushtetues, për jetën e qytetarit dhe për të ardhmen e këtij pushteti gjyqësor.